A janë më të rrezikuar këto zojat e Prishtinës që i mojnë? Nëse je alergjik ndaj macave, problemi është tek pshtyma e tyne. Nëse kthehemi në gjuhën më vulgare, atëherë është rran, nuk është e vërtetë. Për arsye që gjithçka që është produkt apo biprodukt i macës mund të shkaktojë reakcione alergjike, të cilat ne i njohim si pneumoalergjen ose alergjen të ambientit të jashtëm. Një ndër to është edhe pshtyma, që ne përmend, është e vërtetë, po është edhe epiteli për shembull, ose çimja e macës. Kemi shumë pacientë që deklarojnë që nuk kanë pas kontakt fizik apo të drejtë për drejtë me macë, po vetëm prezenca e macës në atë hapësirën ku ata kanë qëndruar ka shkaktuar simptoma alergjike, siç janë lëtem, të shtima, koll, ndonjëherë edhe frymëzani, varësisht prej shkollës së alergjisë. Kështu që nuk është e vërtetë. Do të thonë, mundet me qunë një alergji në macë në çast simptoma të ndaja deri në frymëzanie? Po, nëse është shkolla e lartë e alergjisë, nëse personi është i të ndjeshëm ndaj epitelit apo ndaj pshtymës macës, mund të me shkaktuar reaksione më të fuqishme, nuk janë shumë të shpeshta, po prapë janë signifikante për me e shkaktuar një shqetësim të pacientit. A janë më të rrezikuar këto zojat e Prishtinës që i mojnë? Faktikisht, tash ka shumë predispozita shkaktojnë reakcione alergjike. Disa prej tyre mund të qenë faktor gjenetik, po unë mendoj që ata persona që kanë prej fëmijërisë kontakte me kafshët, tash përjashtimisht ata që kanë predispozita të fortë alergjike, po shumica prej tyre më vonë nuk pres që me pas reakcione të fuqishme alergjike. Kështu që mendoj këto zona të Prishtinës që përmende, nëse prej fëmijërisë janë rrit me kafshë në shtëpi, nuk besoj që mund të pas reakcione të forta alergjike.